do thotë baza si garanci për integritetin territorial të Kosovës nga një sulm eventual i Serbisë, nga një tentativë për ta shpërbërë këtë Republikë Pavarur, e cila është shumë e re, s'është as 20 ca vjeçare. Një vendim të OKB-s për Në një vendim të OKB-s, NATO është vendosur me vendim të OKB-s atje, nuk është vendosur me qef të amerikanëve. Po. Bilati, e me energji dhe lullë. Nuk e shpërbën NATO. Një sekonda, po se nuk dëgjoni. Ky më po themën, nëse nuk e lehen me shpërbë, po ky ça thot. Jo, se tha Elon Musk, do ta kthejmë, e kemi. Ore, këto ka pisa të shqipnisë, ta mlujnë. Një sekondë, Maria. Po, Bilati. Baza për do thotë, se thamë, kështu aja grupa për si më thonë, bikëshyren e paqes në, duhet kuptojmë, komplet, fori bazohet në rezolutën 1244 dhe në misionin e saj. I dërruar e përmende shifrën 2400, shërimet janë 604 ushtarë Amerikan, po simbolika është të rëndësishme. Mendoj që Amerikanët, po që se nuk i bjen dërmen Trumpit një mëngjes, nuk e besoj që do të rriqen nga Kosova. As nga Evropa reduktime mund të ketë, por nuk për e tërheqje sa që ne për i dhonë pompozitet. E rëndësishme është një deklarat politikisht, ta them kështu një deklarat e Krasja Zvezda e ushtrisë ruse, gazet, e cila Lavrovi ka dhënë dhe ka bërë një krahasim një paralele mes Krimit dhe Kosovës. Dhe do thotë një farë mënyre kjo na shkon për shtatë. Kjo na shkon për shtatë sepse në të drejtën ndërkombëtare politikisht Rusia si upet aduti i rëndësishëm në mbrojtjen e Serbisë në Këshillin e Sigurimit, në ndryshimin e kësaj rezolute që për antarësimin e Kosovës në AKP. Dhe mendoj që kjo komponentë është e rëndësishme. Në aspektin ushtarak mendoj që ka të drejtë Goxha rreth asaj që evropian do të merren më tepër me problematikën politike dhe me marrëveshjet që kanë të bëjnë me edhe aneksin marrëveshjen e Ohurit